konotacionet ideologjike i kanë bërë këto edhe në Jugosllavi edhe në Shqipëri. Pse s'jemi vetvetja. Po ta marrësh një shembull. Derisa Petr Zheja është një ndër shkencëtarët më kulmor, pellazhistë dhe gjustësisë krahasimtare. Kur edhe Çabej i thet, mos depërto thellë në thellësi se të pret koka. Petr Zhejt. Ajo është nismetar, po jashtë Neriman Vlora Falasku i qiti ato. I qiti me genialitetin e saj. U i kumë thonë edhe zonjës nga Shqipëria, që Kosaqe që po merret. Zoj, ti nuk i e para, po është ti e para. Atëherë në qofë se o kështu, pse s'bom na për veti, sepse historia didaktike, si në Shqipëri, si në Kosovë, ka qenë konceptet ideologjike. Më thonë, frymëzimi ka qenë ideologjia. Po, ideologjia. Dhe në qofë se ka qenë ideologjia, ja, realiteti shkencor depërtoj. është deviju. Aja brumi dhe hebridit ka në meti kalbëzuar në një kohë sistemit të Jugosllavisë Titos. I kalbëzuar ka met. Po dhe Titos ka mujtë me hicë, në kohën e Titos nuk o festuar. Nuk o kujtuar Gazimestani kur. Se nuk e ka leju. Me ardhin e Miloševićit. Nuk e ka leju. Ringjallja e shovenizmit serb. Ringjallja e miteve dhe qasjeve për betejën në Kosovë se këto mbroj qytetërimi. Kur erë në atë ardhin e famshme të ati mitingu, na s'kishëm as fuqi për të vepruar, se na çështja jonë ishte ekzistenciale se trup biologjik. E lemre të merrem me këto, ne edhe ta ndalojmë Miloševićin, sepse ra prej dhe kryesia e RSF-s. Derisa Jonas Derveshek, kryetari i kryesisë, majti fjalën çtu, ha? Po. Domthonë edhe kryesia e RSF-s ra nën platformën e shovenizmit. Nën platformën e shovenizmit serbe. Pse është kjo? Është kjo sepse edhe Akademia e Shqipërisë është nën diktatën e Irena Senkeviç Smirnovës, akademikës ruse. Dhe gjithë ky falsifikat, filtrim, është me hibridin serb. E dyta, mos dalim çështja e Kosovës, aso betejë e Kosovës. Eleni si kom thonë, mozoj. Fjala Kosovë nuk o serbisht. As slavisht, ti slavishtën se nje. Fjala Kosovë është Castellum. Castellum. Nga vend i kështjellave, në plot, pe Velibitit, tash Dalmacis, deri në Bullgari, kije me emrin Kosovë, që do thot vend i kështjellave. E Kosova ka marrë atë tërsinë e qytetërimit më hershëm, o shujt vend i kështjellave, Kosovë. Me emrin atribuar, po jo që është emën slav. Atër kur e thaja që është emën slav, Vučići Mostri, ditë edhe apo, ashe një gatë zonin nga Shqipëria, po e vërteton që emni Kosovë është emën slav. Nguten ata nga njerë. Ajo ngutet shumë. Edhe dyta aja duhet me teori në fund, i tregova edhe profesorit, pare, që është për mua, ka me pas një vrejtje edhe zërtara, ja, duhet për Ukrajinën që është një shtet artificial dhe ka marrë pjesë të shteteve tjera. Nuk e mbrojtë Ukrajinën që o fortesë demokracisë e Evropës edhe të botës, kundër Rusisë, aktualisht, po e nxirrte si koncept konstrukt shteti artificial dhe e lartëson të Rusinë në drejtën e saj. Pra për e shëroj dhe për televizion, pra, botë e qartë, në Kongresin themelues Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike, 1922. Me Stalinit dhe Ukrajinës, Federatës Ruse që do të përbëj bërësësën, ka qenë kontesti, kush do tjetë barës i Bashkimit Sovjetik? A do tjetë Ukrajina, apo do tjetë Federata Ruse, që do t'i pri bërësësës? Se ku këto Republika Socialistët Sovjetik, e këto e Jugoslavis, janë konë tëtë njësi federale, a? Ska guzoft koncepti sërb tjetë prioritarë, si kur atje, po, Rusi. A sërb për Jugoslavi, për nocionin Jugoslavi. E atje o konë një kompromis mes Federatës Ruse dhe Ukrajinës, 1922, që në qovë se Federata Ruse o bartë se sovranitetet bërësës në drejtën ndërkombëtare, atër Ukrajina nga vitin 1922 është antarë musafiri Këmbëve të Bashkuara. Këtë kompromis e ka bërë dhe Stalini. Do ta dinë edhe zonja nga Shqipëria. E jo me nxjerrë shtet artificial. Po e ndryshon më të këtë, nesër po i tha kryeministri ndryshon e të këtë. Do të ndryshon, pa e do të kërkofalje. Si kredit akademik. Sepse e ka godit demokracinë, rezistencën e demokracisë dhe qytetërimit evropian. Duket se kam dërt. Se kam dërt, profesor Ganiu. Nuk e kam. Kjo është ajo. E tash. Pyetja është shumë e rëndë. Pse na nuk e mirë mbajtën?
Na nuk kemi mbajtëm se institutat tona shkencore janë konë në stereotipet e anës evolutive të historiografisë serbe dhe ruse.